Miqtë mi ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të Dashuria Shërben. Këto seri programesh u ideuan pas një sondazhi kombëtar të 90 udhëheqësve të kishave ungjillore në gjithë Shqipërinë. Dhe ky studim zbuloi se udhëheqësit e kishës e shohin kujdesin për fëmijët e cënueshëm, jo thjesht si një aktivitet i shtuar i kishës, por si një mandat biblik dhe një pjesë jetike e dëshmisë së tyre për ungjillin. Në episodin tonë të erës kaluar, së bashku me pastorin dhe mësuesin e Biblës Edmond Lamnica, u ndalëm në disa shkrime që theksojnë rëndësinë e kujdesit për të pambrojturit, duke përfshirë vejushat, jetimët, të varfrit dhe të huajt në vend. Pam së bashku zemrën e Perëndisë për drejtësi, për mëshirë dhe dëmshuri, dhe se sa e rëndësishme është për ne si besimtar që të kemi një rol aktiv për të dalë në mbrojtje të gjithë atyre që nuk mund ta mbrojnë dot veten e tyre. Sot me mua në studio është Gjergji Vjeshta, drejtues në kishën Nxënësit e Jezusit në Tiranë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jemi së bashku edhe do të eksplorojmë më shumë shkrime së bashku dhe do të shikojmë edhe pak më shumë praktikisht, do të dëgjojmë për disa nga shërbesat e kishës Nxënësit e Jezusit dhe do të mësojmë së bashku. Unë do doja të shkonim tek Mateu, kapitulli 25, në vargjet 35 edhe 36. Edhe Jezusi thot, sepse pata uri dhe më dhat për të ngrënë, pata etje dhe më dhat për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek unë. Si kemi përmbushur këtë varg ne, si e mund ta përmbushim ne këtë varg si besimtar dhe pastaj më praktikisht në kishën tuaj. Është interesante në fakt se ky pasazh është fundi i jetës të krishterit. Pra kur Perëndia do të mbledhë gjithë kishën e tij, do të bëjë gjyqin final. Dhe Perëndia është duke treguar si do të duket gjyqi. Çfarë do të gjykohet, çfarë do të peshohet. Dhe kur Perëndia do të gjykojë, ai ka thënë do të shoh nëse ka ar, argjend, gur të çmuar apo kasht sa ndru. Dhe pikërisht këto janë veprat që Zoti thot ar, argjende dhe gur të çmuar. Për kujdesja ndaj atyre që Zoti thot këta janë të mit, pak më poshtë ata thon kur i bëm në këto për ty Jezus? Jezusi thot çdo gjë që keni bërë për këta të vegjëlit e mi, i keni bërë për mua. Pra Jezusi e identifikon veten e tij me këtë grup bijsh dhe bijash të Zotit në kishat tona, po dhe në komunitetet tona. Se ndoshta sot nuk janë besimtar, por nesër duke parë veprat e kishës edhe ungjillin e Krishtit japin zemrën Zotit. Kështu që ne shikojmë që Zoti është duke folur për atë kontingjent, për atë grup njerëzish që në momente të caktuara të jetës kanë qenë në nevojë. Dhe kisha e Zotit është përgjigjur, ka bërë atë që është thirrur të bëjë, të japi ungjillin me fjalë, por gjithashtu të shtrit dorën fizike e të ndihmojë në një moment të caktuar në jetën e tyre. Kuptohet tani nevoja që këta njerëz kanë patur nuk janë asnjë nevoja që ka lindur i varfër, vdes i varfër, pra ka jetuar 70 vjet, ka qenë gjithmonë i varfër dhe gjithmonë e ka ndihmuar kisha. Por ka situata në jetët e të krishterëve dhe njerëzve që kemi përreth, momente decisive ku nuk janë vetëm për shkak të një krize ekonomike apo vështirësie fizike ku dikush mund ta ndihmojë, kisha ndihmon, por janë të lidhura me situata të caktuara që mund të jenë kalimtare. Dhe kisha ka mundësinë e artë të futet në jetën e këtij njeriu përmes dashurisë dhe mëshirës dhe të ndihmojë me atë nevojë. Ndoshta nëse kisha do të neglizhonte, pas një viti ky person do të ishte shumë mirë ekonomikisht, nuk do kishte më nevojë asnjë gjë. Nuk do ishte më nevojë për ndihmë për shëndetje nëse ka patur çështje shëndetësore. Por ai moment ka qenë okazioni hyjnor i Perëndisë që kisha të vej dhe të bëj rolin e vet për të ndihmuar dhe për të marrë pjesë në jetën e këtyre njerëzve. Dhe Zoti thot pikërisht të fjalë, çfarë keni bërë, nuk e keni bërë thjesht për ta, keni bërë për mua. Sa herë neve bëjmë gjëra për njerëz të panjohur, ka nevojë, vijnë trokasin në dyert e kishës, Zoti sjell me anë të një njohje me anë të një personi të tretë, edhe kisha shkon dhe bën shërbesën e vet. Kështu që kjo është zemra e Zotit. Edhe kisha duhet të ndjeki zemrën e Zotit. Wow, sa mrekullueshme, do ishte sikur të gjithë ne ta kishim të qëllimshëm. Unë mendoj që ne her pas here ndihmojmë njerëz të ndryshëm, por mendoj që në përditshmërinë tonë shumë nga ne jemi të zënë me punën tonë, me familjen, me gjërat që kemi për të bërë, me kishën, me shërbesën që kemi, dhe duket sikur e kemi harruar ose kujtohemi
her pas here. Po ajo që kemi parë edhe dje, kur kemi në programin e kaluar, kemi folur pak më shumë për shkrime të ndryshme, ishte që të jemi të qëllimshëm, të bëjmë një plan. Okej, ne her pas here do ndihmojmë, domethënë, po si të jemi të qëllimshëm edhe ju rastësisht të zgjodhëm që të flisnim për disa nga shërbesat e kishës nxënësit e Jezusit, sepse duam të shikojmë praktikisht se si ne bëhemi të qëllimshëm dhe si mund të realizojmë këtë. Po, ne kemi një eksperiencë tonën, ashtu si shumë kisha të tjera. Kemi vënë re që shumë kisha të tjera janë duke bërë të njëjtën gjë, të njëjtën shërbesë, ndoshta me një impakt dhe më të gjerë akoma. Kisha të tjera na kanë ndihmuar madje me ushqime apo food bank, me ushqime, me paketa që neve kemi patur nevojë për familjet në nevojë. Megjithatë, dua të kthehem pak tek si filloi disi që u bë më e qëllimshme. Nuk e kemi patur asnjëherë të nënvlerësuar këtë nevojë që njerëzit që kanë një emergjencë, një nevojë fizike apo ekonomike të shkojnë të marrin pjesë. Kemi bërë në familjet tona biblike, në grupet e vogla të kishës, në shërbesat tona kur kemi njohur dikë që ka patur nevojë, gjithmonë kemi individualisht kemi bërë diçka. Por më kujtohet në vitin 2019 kur ndodhi tërmeti, i cili ishte shumë i madh dhe preku një sër kishash, zonat të Shqipërisë, Durrësin, Thumanën me radhë. Ashtu si shumë kisha të tjera, të cilat organizuan si vllazëri ungjillore së bashku, edhe kisha nxënës të Jezus mori pjesë, vendosëm që të shkojmë të ndihmojmë ata të cilët janë prekur. Okej, ne në Tiranë nuk kishim asnjë dëm, por kisha të tjera kishin. Edhe filluam të organizojmë mblodhëm ushqime, mblodhëm kesh, mblodhëm veshje të caktuara që njerëzit kishin nevojë batanie, rroba, dhe kemi çuar në për kishat që e dinim se ishin të prekura dhe që jo se antarët e kishës kishin nevojë, po komuniteti që ata po i shërbenin kishin nevojë. Edhe mund të them që zemra ime edhe pse lëngonte për vuajtjen që ndodhi, neve pam të mrekulluar se çfarë Zoti po bënte, se si në mënyrë kaq hyjnore filloi një lëvizje që të shkojmë edhe ta zvoglojmë të dhimbje. Të shkojmë aty ku ka dhimbje dhe lot të vemi edhe të japim dashurinë tonë, të ndihet prezenca e Zotit. Madje më kujtohet kur ne kemi mbritur në Thuman me ndihmat kur ne kemi shkuar ke kisha e Thumanës, sapo mbritëm në qendër kishte shumë trafik, dha dhe një goditje ishte paradite, dha dhe një goditje tjetër tërmeti dhe ne ishim poshtë shtyllës së tensionit. Edhe ndërkohë apo tunde aq shumë dhe aq dukshëm dhe toka lëvizte sikur të ishte një fluck, ishte shumë e fuqishme. Edhe mendova, Zot, çfarë kanë kaluar këta njerëz? Edhe sa mirë që jemi këtu për të ndihmuar atë që mund të bëjmë ne. Kuptohet ne bëm pak, krahasim me nevojën e madhe që kishte komuniteti. Por ky ishte një fillim. Nuk kaloi shumë kohë në fakt. Momenti i dytë i organizimit si kish ishte kur filloi Covidi. Ne dim që filloi izolimi, shumë familje humbën të ardhurat e tyre, prindrit humbën punët e tyre, dhe patjetër kjo u afektua në mënyrë të menjëhershme. Një pjesë e familjeve u sëmurën ndoshta, ne duhet të siguronin disa ushqime, disa ilaçe, i kemi vizituar, kishim në kishën tonë dhe kemi aktualisht një motor që ajo është e paralizuar, por nuk ka familjar, është e vetme edhe na duhet të siguronim që çdo ditë të shkonin të merrnin punonjësin që kujdesej për të nga shtëpia, ta çonin kjo motor, në fund ta merrnin përsëri ta kthenin ke shtëpia e saj. Pra ne u gjendëm përpara disa nevojave të cilat ishin kaq praktike, po kaq jetike në të njëjtën kohë. Frika ishte deri ku, sepse neve vëmë re që për shkak të virusit ti ndihesh e izoluar, ti mendoje që okay, unë do bëj diçka por këtu riskohet edhe jeta ime. Familja ime patjetër me radhë. Edhe ne kemi vënë re që lëvizja që ndodhi në atë kohë, ashtu siç ishte përzier me frikë për jetimin e gjithë njerëzve, pati një lëvizje përpara për besimin. Zot, por unë nuk mund të ri, unë e di që ka risk, por unë nuk mund të ri dot pa shkuar ke motra ime, ke vllai im. Nuk mund të ri pa i quar pak ushqime sepse ata kanë humbur punën, nuk kanë të ardhura. Unë nuk mund të ri dot pa i quar këtë grua të shërbej për motrën tonë që është e paralizuar. Dhe neve pam që në gjithë atë periudhë fillojnë disa shërbesa shumë të veçanta. Më kujtohet kur unë sëmura vetë personalisht, kam qenë nga personat e parë që në Korik që unë jam sëmurur brenda kishës tonë, kam qenë në grupin e të parëve që jam sëmurur.
Edhe unë kam përjetuar dashurinë e familjes qellore. Vëllezërit e motra që qëndruan pranë meje. Nga një rani kërkoja mos u afroni shumë, e ke parasysh, por nga ana tjetër ata shikoni nëse ti ke nevojë ne do të vim dhe takonin poshtë pallatit, vinë aty, kërkoni. Gjurma e dashurisë që dhan ishte hynore. Risku ishte aty, por gjurma ishte hynore. Dhe unë pash që Zot, ti je duke vepruar në një mënyrë që besimi ynë po kalon për te frikës për të qenë aty prezent me njerëzit. Dhe njerëzit filluan të ofrojnë gjithashtu para, blinin ushqime për njëri tjetrin, blinin ilaçe, dikush gatuan të ushqime dhe ja çonte dikujt tjetër. Nëse dëgjonin që le të them familja ime ishte sëmur, po marr si shembull, dikush gatuan dhe vinte dhe sillte ushqim për mua, përgatiste drekën ose gatuan për 2 ditë. Dhe neve pam dashurinë të vepronte. Këto ishin disa mënyra. Pastaj Covidi mbaroi. Çfarë do bëjmë? Nuk kemi më 40 familje që kanë nevojë për ndihmë, por neve pam që kishin disa familje të tjera që ishin diku ke 10 deri në 15 që vazhdonin të kishin nevoja të specifike. Edhe që nga ajo kohë ne vazhdojmë sot të kemi një shërbes që ne quajmë krau social, i cili kujdeset për familjet në nevojë. Një pjesë e tyre janë familje që janë nënat janë vejusha, dhe por antar të kishës, dhe ne ndjejmë nevojshëm që ne duhet marrim pjesë në jetën e tyre. Vazhdojmë në mënyrë konstante të mbështesim këto familje, sipas nevojave që kanë. Kemi gjithashtu familje të tjera të cilat kanë probleme fizike, për shembull njerëz janë paralizuar apo njerëz tjerë që vuajnë nga një sëmundje e caktuar, që duhet një ndihmë konstante. Shkojmë dhe ndihmojmë. Kisha jon ka organizuar një buxhet specifik për krahun social, në mënyrë që të ndihmojmë për nevojat që kanë. Pra kemi menduar që në vizionin ton nuk është vetëm të bëjmë shërbesë frymërore, kuptimin e predikimit të fjalës apo takimeve studimeve, po kemi menduar që është aq e rëndësishme që paralelisht ne të shkojmë dhe të prekim nevojat që njerëzit kanë në të përditshmen e tyre. Është kjo një shërbesë, sa vet janë të përfshirë tek shërbesa e krahut social? Sa besimtar nga kisha? Ne jemi disa në fakt, të cilët janë më të përfshirë, jemi diku ke 5 veta që jemi më konstant, me fjalë që bashkëpunojmë. Por unë do thosha që e gjithë kisha merr pjesë. Ne lutemi për njerëzit në nevojë, edhe kisha lutet. Ne kemi persona të cilët ofrojnë, ndoshta nuk kanë mundësi fizike të vinë edhe të bëjnë diçka, por ofrojnë para për një familje në nevojë, në një moment specifik ne vendajmë disa nevoja që kemi, edhe ne shkojmë dhe ndihmojmë. Pra dikush bën punë praktike më shumë, dikush ofron nga portofoli i tij më shumë, disa të tjerë luten, kështu që unë e shikoj si një punë e një trupi të tërë. Edhe jam mirënjohës në fakt që edhe udhëheqësia e kishës tonë ka parë si prioritet. Ndonjëherë kisha mund të ketë qenë edhe në kohë ku ka thënë që ndoshta nuk duan të përzihemi me ndihmë. Sepse ka një risk njerëzit do të vinë për interes. Edhe këtu ka një të vërtet, patjetër. Edhe Jezusi i tha, shikoni dha, të varfrit do t'i keni gjithmonë me ju. Është e vërtet. Por në të njëjtën kohë, në qoftë se kjo ndihmë që unë jap sot për një të varfër, dhe dikush shikon vetëm nga duart e mia, por nuk shikon nga mesazhi im. Unë e di që Perëndia ka dhënë tashmë dëshminë e tij përmes kësaj vepre mëshire. Edhe prandaj edhe në qoftë se kishat kanë kaluar të lloj sfide, këtë lloj miraku që dikush mund ta abuzojë me këtë që ne bëjmë, kjo nuk na rrezon nga thirrja e Zotit për të marrë pjesë në jetën e tjerëve. Shoqë interesante, neve fjala e Zotit ke Levitiku thotë që kur i thot Izraelit, kur ti të shkosh të korrësh arën tënde, thot, mos shko në gjithë cepat. Dhe kur të marrësh duajt e grurit me radhë, mos u kthe mbrapsht të bësh një të dytë çon çfarë ka rënë në tokë. E me radhë. Por lëri thotë për jetimin, për vejushën, lëri për të huajin, për atë që nuk ka tokë, ardhët jetë në qytetin tënd, por nuk ka tokë. Po ka nevojë për atë. Pra Zoti e ndihmon, e mëson Izraelin të jetë bujar, edhe jo të mbledhë çdo gjë për veten e tij, por ta lëri të pak dorën e hapur për të ndihmuar dikë. Dhe Ruthi ishte një grua e cila shkoi në të njëjtën mënyrë te ara e Boazit për të marrë grur për veten e vet, edhe për vejushën tjetër që ishte vjera e vet. Dhe neve shikojmë që Ruthi, kjo grua në nevojë në atë ditë,
është në genealogjinë e ardhes së shpëtimtarit Jezus Krisht. Pra ne nuk e dim ndonjëherë se sa e mrekullueshme është puna e Zotit me këtë njeri në nevojë. Ai njeri në nevojë ka nevojë të shohë të dritë që vetëm kisha mund ta ofrojë me dashurinë e Zotit përmes veprave të mëshirës edhe ndihmës, por atë që Zoti po sjell nesër, edhe pse syri jo nuk po e kupton, mrekullia është aty, Zoti do kujdeset e do të bëjë veprën e tij. Prandaj këta njerëz në nevojë janë potencial gjithashtu për veprën e Zotit dhe që ata të bëhen pjesë e mrekullive dhe planeve të mrekullueshme të Zotit. Ajo që e kam dëgjuar shpesh në biseda me besimtar po drejtues në kish, ka të bëjë me si motivoni juve besimtarët në kish që t'jenë të përfshirë. Nëse mund të ndash ndoshta ndonjë këshill praktike. Ne në fakt jo vetëm I kemi nxitur, por shumë prej tyre kanë shprehur dëshirën si mund të ndihmoj gjësh më thoni. Edhe më kujtohet një herë ne kishim marr kishim marr shumë ushqime, edhe na duhet I organizonin të ndanim në pako. Një periudhë kohe ne I blinim me kutia, siç ishin për shembull orizi, sheqeri me radhë, pastaj na duhet të riorganizonin për të ndarë në numër familjesh. Edhe më kujtohet një motra jon, e cila thotë, "Gjesh unë jam gati, vetëm më thoni, unë do vi të ndihmoj." Edhe ajo erdhi me të 3 fëmijët e saj. Isha duke llogaritur kaq punë sa kemi këtu, ne jemi 3 veta për të bërë këtë punë, do na duhet minimalisht 1 orë të bëjmë paketimet. Kur pash erdhi dhe kjo motër me gjithë fëmijët e vet, ne kemi mbaruar për punë 20 minutash. Aq shpejt. U kënaqja, më dha gëzim, jo se kur syem energji dhe forcë, po për frymën që u krijua aty. Edhe po edhe për shembull dhe dëshmin tek një brez më I ri. Absolutisht. Fëmijët e saj mësuan të bëjnë diçka për një njerëz që ka nevojë. Ajo dha një si nën dha shembullin më të mirë për fëmijën e vet. Kjo është vetëm një shembull, por ka shumë të tjerë. Ne kemi vënë re që më shumë janë bekuar ata që kanë dhënë, ata që kanë ofruar veten, ata që kanë marrë nga koha e tyre, e kanë gjetur kohën dhe kanë shkuar për të ndihmuar, të japin kohë dikujt tjetër. Më shumë janë bekuar ata përmbi familjen që ka marrë plotësimin e nevojave të tyre. Në fakt më kujtohet edhe dal prap tek ajo që ne duhet jemi të qëllimshëm, se ne për shembull si prindër, baballar, mamat më shumë I çojnë fëmijët në kurse sportive, muzike, edhe ne do t'i bëjmë edhe lavdi perëndisje, kjo mund të t'i bëjmë. Por kjo mund të jetë gjë tjetër që mund të shtojmë për ditëshmërisë tonë, për të qenë së bashku aktiv në shërbesat që ka kisha. Dhe mos jenë vetëm që mos jetë vetëm shërbesat së dielës ku shkojmë. Po ndoshta shërbesat e ndihmës mund të jenë, ky është një shembull I mrekullueshëm. Ndoshta shumë nëna mund ta shkruajnë kalendar, si shkruajnë të martë të shkojnë basketball për shembull, të mërkurën do shkojmë në kishë edhe do rim një orë, do paketojmë këto ushqimet ose do bëjmë diçka tjetër për një nevojë që ka kisha, por mendoj që është përgjegjësia jonë edhe për të investuar në brezin e ri që kemi, që mos kemi vetëm konsumator. Në kishë vim vetëm për të marrë diçka nga shërbesa për t'i ikur ose për të marrë pjesë në aktivitetet e kishës. Shumë vërtet. Unë vetëm dua të sjell një shembull në fakt nga jeta ime. Unë kam qenë pjesë e kishës Nxënësit e Jezusit në Berat. Më vonë kam shërbyer në Kamës, edhe sot jam me Nxënësit e Jezusit në Tiranë. Fillimi I jetës time si krishter ka qenë jo I lehtë, jo në çështjen e besimit, por në aspektin e fazës ku gjendej familja ime. Dhe dua të them që un kam parë nga udhëheqësit e kishës time në atë kohë një bekim hyjnor, mënyra se si janë kujdesur për shtëpinë time, për familjen time, mënyra se si janë kujdesur për mua personalisht, jo në aspektin vetëm frymëror, si antar I kishës, po dhe në aspektin e nevojave. Edhe mbaj mend për shembull pastorët që neve kishim në kishë, Paulin dhe Luli Vilajeti, Dalti dhe Gjeni Paull në Berat. Ka qenë një bekim I madh për mua, një shembull jo vetëm I njerëzve që predikonin fjalën e Zotit, po si njerëz të cilët morën pjesë në nevojat tona reale. Edhe sot e kësaj dite, unë nuk mund t'i harroj dot çfarë kam bërë për jetën time. Unë sot jam 50 vjeç, vazhdoj të bëj jetën time shërbesën ndjek thirrjen e Zotit. Po ata kanë lënë një gjurmë që unë se harroj, do të jetoj me mua për jetë, sa unë të kem jetë. Në kishën e Kamzës,
motra që ishte drejtues e kishës Nazho Diba, në gjej momentit ta kujtoj motrën tonë, ka qenë kaq bekim për neve. Kemi jetuar duke shërbyer me sfida të mëdha ekonomike dhe shikoja se si ajo mundohej në një mënyrë apo në një tjetër të plotësonte një pjesë të këtyre gjërave. Pra, siç unë qëndroja fort në sfidat financiare për të shërbyer, ajo mundohej që të lesonte diçka në këtë nevojë timen familjare. Dhe nëse mund të flas pak edhe për Nazhon nga eksperjenca ime personale, jo vetëm që ajo ishte një mikpritëse e mrekullueshme, po unë kam intervistuar shumë njerëz sot që janë drejtues në kisha në Kosovë, por edhe në Shqipëri, po arsyeja që ata kanë ardhur te Ungjilli se Nazho i kishte ftuar për pica. Dhe në atë kohë, le të themi në fund të viteve 80, nuk kishte pica në Shqipëri normal. Ajo ishte në Kosovë në atë kohë, domethënë, po dhe kur e kam intervistuar dhe pyeta që si ka ardhur në besim, tha me nga picat e Nazhos. Kështu që mos e vlerësoni ato picat që keni bër apo mund të jetë një gjë që mund të duket shumë e thjeshtë dhe gatimi që keni bër, domethënë, po dhe ju në kuzhinë. Nuk është nuk e dini se çfarë impakti do të ketë në jetën e, dhe kur e shikoj sot, është pastor, drejtues, ka themeluar shumë kisha, ka ndikuar jetën e shumë njerëzve dhe lavdi për rëndis për picat. Por motra jon zgjodhi të bënte picat edhe dhe Zoti hap dyrë në atë pak gjë, një fare vogël, sjell në ekzistencë një pemë aq të madhe që zogët e qiellit vinë dhe bëjnë fole. Sa herë që ndaj me besimtarë të tjerë në lidhje me shërbesën e fëmijëve, gjithmonë e kam këtë në zemër që shikoj se ky fëmia që kemi këtu ndoshta mund të jetë një Daniel i së ardhmën, mund të jetë një Ester i së ardhmën, nuk e dim se çfarë do bëj Zoti me jetën e tyre. Por ne në këtë periudhë kohë Zoti na ka vënë këta afër. Edhe le të bëjmë më të mirën tonë, që ata të vinë në përmbushjen e planit që Zoti ka për jetën e tyre. Mendoj që më pëlqen shumë kjo historia që ndave dhe ndoshta të shpresoj që të kishat besimtarë që na ndjekin, prindrit, të jemi ndoshta më të qëllimshëm për t'i mësuar fëmijët për të ecur së bashku me ata dhe për t'i mësuar që të jenë të angazhuar të përfshirë në shërbesat e kishës. Ne si familje, jo vetëm si familje si kish, po familje personale, familja ime personale. Patjetër kemi përgjegjësi tonë të japim Zotit çfarë i takon, të dhjetat me radhë. Por kur unë mendoj se si Zoti më ka mbajtur në gjithë periudhat e mungesave ekonomike në jetën time, në rinie me radhë, kur fillua martesën shumë e vështirë, dhe se si Zoti na bekonte, kujdese për këto gjëra. Edhe sot tani mbas kaq vitesh, 24 vjet martesë, ne shohim që jeta jonë nuk ka më këto nevoja që kemi patur përpara. Zoti na ka rregulluar, na ka bekuar, edhe patjetër ne gëzojmë, themi Zotit faleminderit për këto gjëra, por Zot, unë nuk dua të harroj që unë kam qenë nevojtar. Edhe ti ke zgjedhur njerëz që kanë bekuar jetën time. Edhe unë sot kam 2 dhe unë mund të jap 1. Sepse thesari jo nuk është për të mbledhur këtu në tokë. Thesari ju është lart në qiell. Dhe ndërsa ne jetojmë jetën tonë, është sigurt që ne kemi mundësi të japim, dhe ai që nuk ka mundësi të japi, dhe ai që ka pak ka mundësi të japi. Jezusi tha për atë vejush, kjo dha më shumë nga të gjithë. Matematikisht dha më pak nga të gjithë. Frymërisht dha më shumë nga të gjithë. Prandaj unë besoj që Zoti dëshiron të na udhëheqë të gjithë si kisha shqiptare, që kjo vepër e mëshirës dhe dashurisë jo vetëm që të ekzistoj, të kemi, ta bëjmë një pjesë e kësaj shërbese, po të bëjmë me dashuri dhe me mbushëlli. Sepse çfarë bën Zoti? Zoti thotë që unë nuk do ta shuaj kandilin që bën tym. Supozohet që jo vetëm nuk do ta shuaj, sepse tymi bezdis sytë e njeriut, por po si e rregullon Zoti? Zoti hedh vaj kandilit. Edhe atëre drita bëhet e plot. Pra ti mund të nxjerrësh pak dritë me tym, ti thua që unë se plotësoj plotësisht të shërbes, ka mungesa, diçka të vogël mund të bëj, po Zoti thotë, jep atë që ti mundesh, edhe unë do të shtij nga vaji im, që drita jote të ndriçojë më shumë. Amen. Edhe kjo është ajo që unë shoh. Unë kam dëshirë, kam diçka këtu që e mbaj për të më kujtuar mua. Në mes të Biblës mbaj disa shënjues, por kjo është një reflektim nga Isaia.
agjerimi vërtet. Edhe një ditë nësa po lutesha edhe po lexoja nga Isaja, ai Zoti thot çfarë është agjerimi vërtet. Dhe aty përmend thot të thyesh zinxhiret e ligësisë, të gjitha të lirosh të shtypurin, të ndihmosh të uriturin, ta ushqesh, ta strehosh të pastreun, të veshësh të zhveshurin, të ngopësh shpirtin e pikulluar, vazhdon përsëri poshtë të kujdesu për vejushën, jetimin dhe merat. Mbarova me këto. Më poshtë thash, çfarë janë bekimet e mia në qoftë se unë bëj këto? Dhe po listoja, kam shënuar të kam bërë përmbledhje një narrativ të saj. Dhe thot kështu. Nëse bën kështu, atëre drita do të shkëlqejë si agimi. Amen. Shërimi yt do të mbi menjëherë. Drejtësia jote do të pararend. Lavdia e Zotit do të jetë pararoja jote. Zoti do t'i përgjigjet thirrjes tënde. Do të bërtasesh edhe ai do të thot ja ku jam. Do të udhëheqi vazhdimisht. Do të ngop shpirtin në thatësi. Do të forcoj kockat e tua. Do të jesh një kopësht i ujitur. Do të jesh burim uji që nuk shteron. Pasardhja jote do të rindërtoj rënojat. Do të quhesh riparuesi të çarave, restauruesi shtiqeve për të banuar vendin. Do të kënaqesh në Zotin. Do të kalerosh mbi lartësitë e tokës, do të hash trashëgiminë e Jakobit, pra do të shijosh çdo bekim që Perëndia ka premtuar Jakobit. Përse? Sepse agjerimi ynë i vërtet ishte për kujdesja në lidhje me ata që kishin nevojë. Mund të bëjmë çfarë do lloj shërbese ton priftërore, por kur jemi të pandijshëm ke nevojtarët, ka një mangësi të madhe aty. Dhe Zoti thot, vendose theksin tënd këtu, sepse një ditë do them çfarë ti ke bërë për ta, e ke bërë për mua. Është me të vërtetë që e kemi kush jep nevojtari ka dhënë borxh Zotit. Doja që të ndalesh të pyesja, nëse ju nuk ishën tuaj përveç, keni shërbesa që shërbeni, ndihmoni fillimisht antarët e kishës, po edhe të tjerë jashtë në komunitet. Po në lidhje me organizata të tjera të krishterë që kanë shërbesa të ndryshme, qoftë me jetimët apo kanë shërbesa të tjera ndihme, a keni pasur një eksperiencë në bashkëpunime me këto apo thjesht ka qenë vetëm e kufizuar tek kisha? Po kemi patur, është vërtet kemi patur, edhe ne jemi shumë i njohur sepse kemi vënë re që në periudha të caktuara edhe kur ne nuk kemi patur mundësi për të marrë ushqime, ata na kanë ndihmuar, janë miq tan. Është një Foodbanku ka qenë për shembull një nga partnerët tanë. Alomiku gjithashtu na kanë ndihmuar në një periudhë të caktuar, kur ata kishin një teprit ta ngjerë, ne duam t'i ndajmë kishën tuaj, sa vetë keni, na kanë ndihmuar. Një vllai jon përsëri nga kisha e Korçës edhe këtu e Tiranës, te qendra Le Chateau, janë aktualisht duke na ndihmuar me ushqime vazhdueshëm. Ata marrin për projektet e tyre nga Amerika, disa pakot që janë të gatshme, dhe kanë ofruar dhe për kishën tonë gjithashtu. Ne janë duke bërë pjesë në gjithë nevojë që neve kemi me njerëzit tanë. Dhe dua të them që shoh që kur zemrat janë në të njëjtin vend, në të njëjtën thirrje, ti e kupton që edhe nëse nuk ka burimi im, unë mund të mbush ke burimi të vëllezërit e mi, edhe ata ndoshta kanë nesër. Kështu që kjo më gjeps, se Zoti thotë, unë do të siguroj, a e ke ti zemrën në vendin e duhur? Nëse ti do të përveshësh mëngët edhe të bësh çik punë fizike, të ngarkosh, të bësh pak hamallin, të mbushësh makinën edhe të shkosh tek ai që ka nevojë, të hash trafikun e Tiranës, stresin e gjitha, po aman të vesh te ai që ka nevojë. Dhe kur ti thua po jam gati të bëj gjitha këto o Zot, atëherë ai thot do të gjej unë gjërat. Kështu që jemi shumë i njohur së partnerët tanë, por edhe për anëtarët e kishës tonë personalisht, që vërtet kanë qenë vazhdueshëm duke dhënë. E kam parë shumë herë që këto janë aktivitetet tona, këto janë projektet tona, edhe duket sikur shumë duan të shikojnë atë vetëm të grupin e tyre dhe janë pak më hezitues
që të shkojnë të shërbejnë, le të themi, me një organizatë që ka një shërbes me moshën e tretë, për shembull, po ka nevojë që të kenë interaktivitetet, kenë një po për shkak se s'është shërbesa e kishës së tyre dhe nuk shkojmë, domethënë aty. Kështu që më inkurajon që e keni parë se sa e mrekullueshme është kur trupi i Krishtit është së bashku edhe punon shërben së bashku. Mi shërbes tjetër që kemi nduar si krah social, se ndoshta këtë e humba pak, është edhe azili i pleqjve. Ne kemi shkuar në fakt tek azili i pleqjve, edhe mundohemi të krijojmë marrëdhënie me njerëzit atje, të flasim, ulemi, diskutojmë, i vizitojmë nëpër dhoma, lutemi për ta, ndajmë ungjillin. Misioni i mundur na ka ndihmuar me disa pako në Samaritan's Purse. Edhe neve në periudhat e Krishtlindjes kemi shkuar të japim pako për ta. Ato patjetër nuk janë pako shumë të mëdha, është simbolike, por ajo që kemi vënë re është që këta njerëz marrin diçka që plotson, aty ka një shampo, një sapun, një peshqir, edhe gjëra të tjera të vogla, me fjalë, por ti shikon që ata kanë mirënjohje, thonë ne na kanë haruar fëmijët tanë, dhe vini ju, unë s'të njoh, s'e di as emrin, më kupton? Dhe unë mendoj që në vetëm ne kemi nevojë të fillojmë të edukojmë veten tonë. Zot, çfarë mund të bëj sot? Jetën e kujt mund të prek sot? Kë mund të bekoj sot? E kush mund të shkojë edhe të themi fjalë? Te kush mund të shkojë të ndihmoj me diçka? Edhe këto janë, mendoj, gjëra shumë jetike. Gjithashtu kemi disa kohë që bashkëpunojmë me shërbesën e burgjeve për të ndihmuar për të ndarë ungjillin në burgje, por në të njëjtën kohë edhe për të ndihmuar familjet e tyre. Për shembull, në periudhat e Krishtlindjes ka qenë një projekt që është Pema e Krishtlindjes quhet, dhe nga anëtarët e kishës tonë kanë marrë në patronazh familjen e një të burgosuri që marrin pjesë në shërbesat e kishës në brenda burgut. Edhe është çuar atje për shembull një paku e caktuar, veshje, ushqime, apo dhe ndoshta artikuj shkollor për fëmijët e familjes. Dhe mund të them që Zoti vazhdon i jep mënyra, ide të ndryshme se si mund të shkosh të bësh të lloj impakti. Është mrekullueshme. Është me vërtet jam shumë e inkurajuar dhe të falenderoj shumë për bisedën. Edhe është tamam një shembull i përkryer edhe i arsyes pse ne nisëm këtë program. Dashuria shërben. Kjo është thirrja jonë, dëshira jonë dhe motivi. Lavdi Zotit. Luma ai që ecën në këtë shteg të shërbesës. Faleminderit.